Shëndetja të dashurmit dhe mirë se erdhët përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë dhe sot kam vendosur që së bashku të përgatisim mantia, për të radhë do e bëjmë me recetën mjektësi të përrektoreve. Pa humbur kohë, vazhdojmë menjëherë me përgatitjen e kësaj recete. Të parën do të përgatisim brumin dhe në total unë do të përgatis me 500 ml ujë dhe uji duhet gjithmonë thjesht i saktë. I vazhdojmë që të shtojmë miellin. Miell të la duhet dikon nga 900 deri në 1 kg miell, por miellin gjithmonë e shtojmë pak nga pak, jo të gjithë për një herë, pra duke e ngjeshur brumin, duke shtuar miellin, e vazhdojmë të shtojmë edhe kryp. Pa brumi është i thjeshtë, shtojmë një klug kafe e kryp dhe vazhdojmë tani me dorë që ta ngjeshim mirë dhe duke formuar një brum të butë. Brumi është i gati, e kam ngjeshur për disa minuta, pra sa më shumë i ngjesh një brumat, aq më të mira do ju tahen, siguroni që brumi që mbetet më i butë, mos ta forconi shumë. Dhe lejojmë tani që brumi të pushojë diku për 10 minuta, ndërkohë që brumi pushon, ne do të vazhdojmë që ta përgatisim mbushjen. Për t'i rrjedhur mantijat, unë do të përdor gjalp, ju mund të përdorni margarinë ose vaj, ajo gjithmonë mbetet shija e juaj dhe dëshira e juaj se çfarë të çtoni negatimet e juaja. Dhe unë këtu kam dikun 150 gram gjalp, po ta vendos në zjarr mesatar derisa të shkrihet. Ndërsa për mbushjen e mantijave, unë do t'i mbush sonte me mish, pasi për mendimin tim, me mish janë mantijat më të mira, por i gjithmonë mund shtoni gjis ose çfarë të që i keni dëshirë shtoni në mbushjen e mantijave. Unë këtu po shtoj dikun pak më pak se një lugë qelë gjarp, dhe do të vazhdojmë tani në zjarr që ta fërgojmë qepën dhe mishin. Në zjarr mesatar, do të presu njëherë pak derisa gjarpi të shkrihet. Dhe tani të parën këtu në tigam e shtojmë qepën, unë qepën e kam mbruar me blender, një qep mesatare. Tani që qepa është zbutur pak, vazhdojmë që brenda të shtojmë një mishin e bluar, në total unë po përdor 800 gram mish i diqi për bluar. Vazhdojmë përbojmë edhe për 3-4 minuta tjera, derisa dhe mishi të bëgohet pak bashkë në qepën. Tani të mishi shtojmë një duke gjysë qajit me këtër të kuq, gjithmonë pak të pepë dhe një lugë qaj me kryp. Përzjej mirë, ndalojmë zjarrin, mbushen tani e kemi gati, brumi ka pushuar thueshëm, vazhdojmë tani që të përgatisim mantijat. Dhe tani marrim masën e punës, shtrojmë pak miell, e vazhdojmë tani këtu e marrim brumin, i cili tashmë ka pushuar mjaftueshëm, është gati edhe për përgatitje. Nga ky brum do të vazhdojmë që të heqim 8 kulaç. Njëherë do ta ndajmë në gjysë, brumi është i butë, edhe njëherë në gjysë, kështu të ta kemi më të lehtë për t'i përgatitur kulaçt. Vazhdojmë tani ngjeshim kulaçt, me pak mija, në total do të heqni 8 kulaç. Mundoni të bëni të barabarta. Tani marrim kulaçin e parë që e kemi përgatit, ndërsa kulaçt e tjerë i mbajmë buluar. Vazhdojmë tani me pak miell, shtojmë poshtë dhe mbi, me malë të ftauses, i qeli një masi të një pjate. Pra kaq mjafton, dhe unë preferoj njerë që t'i qeli të gjitha kulaçt, pastaj të vazhdoj që të rendis një mbinja, të marrim të druajmë anësh, vazhdojmë tani me kulaçt e tjerë. Në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën masi, i qelim gjitha kulaçt.
Dhe tani që kemi përfolluar me qeljen e të gjitha pitve, kthehemi dhe marrim pitën e parë dhe e rryem me gjarpin e shkrirë. Siguroni që të rryeni mirë me gjarp, nuk është shumë, pasi nuk do qelen, pasi që të pjekja dhe nuk do vanë flit mantijat. Pa vazhdoni kështu me renditjen, 1-1, por bëni kujdes që ti merrni me radhë, ashtu si keni qelë kuleçt, ashtu edhe të renditni, pasi ato kuleç më vetëm se kanë pushuar dhe kanë lëshuar më shumë, pra po e vrini hapen shumë lehtë, vetëm me dorë. Përsëri me gjarpin e shkrirë. Unë preferoj kështu t'i bëj një prush, pasi sigurohem që i kam bjerë mirë tërë pjesët e brumit. Dhe vazhdojmë kështu duke i renditur njëra mbi tjetrën që të 8 kuleçt. Tani po vendosi kulaqin e fundit dhe kulaqin e 8 dhe tani më mbi këtë kulaq nuk shtojnë gjalp, vetëm e tërhekim mirë me duar tani që ta bëjmë të barabartë me pjesët tjera të kulaqve të cilët vetë se i kemi renditur. Dhe tani, para se të vazhdojmë që ta qelim edhe një herë brumin, duhet që ta lëmë që të pushoj kas minuta, edhe pse brumi ka shuar mirë dhe tërheket, por duhet që gjalpi që trëmbohet pak në të lidhet me brumat, të kështë du të mund që ta qelim më mirë. Dhe tani pas 5 minutave, vazhdojmë që ta hapim edhe një herë pitën. Si brumi është shumë i putë dhe i mirë, unë do të vazhdoj të tërheq me duar një herë, por nëse juaj nuk po qiret kështë me duar, me një herë vazhdoni që ta qelni me shkollë. Nuk e di se sa po vrihet tani në video, por duhet që ta qenit madhe shumë, dhe unë e kanë qekë dikun 70 me 50 cm. Pra po e vrejni është shumë e madhe, dhe unë këto pjesët e qusheve që kanë mbitur pak më trasha, do t'i dargoj, pasi dua që mantija të më bëhen shumë t'holla, por ju nuk bëhet që ta bënit një të gjë, pasi unë nuk kisha dhënë me ku ta hap pitëm, pra tërësia po i dargoj. Vazhdojmë tani e ndojmë, brumin një herë kështu në glejta. Vazhdojmë tani edhe një herë dhe killodhem kështu formë katrore. Dhe vazhdojmë tani mbushim me mishin që e kemi përgatit, këto në mes të së cilës shtojmë ka një grup të vogël me mish dhe vazhdojmë një mbështjellin. Dhe mbështjellja është shumë e thjeshtë dhe e lehtë, vetëm i rrotulloni kështu që të 4 anët bet nga mbrenda. Të ste shtypni me duar qoshet, e rrotulloni nga kjo anë dhe vazhdoni të renditni në tepsi. Pra është shumë lehtë dhe thjesht përgatitja e këtyre mantijave, jam e sigurt se po i provuat edhe ju fillestarët, do t'i përgatitni edhe më të mira se në bure këtuve. Vetëm tërheqni kështu 4 anët, edhe pjesën tjetër, kapni pak me duar këtë qoshet. Dhe të dashur miq, kështu duken gjitha mantijat, pasi kemi renditur në tepsi, por për para se t'i pikim, do përshtin të lihem edhe një herë me pak gjarp për mbi. Me gjarpin që na ka mbetur në fund këtu, vazhdojmë nga pak i lihem mantijat. Nuk shtani gjarp, atë sa keni dëshirë, do kush i ka qef me më tepër gjarp, do kush nuk i don të lyera shumë, mund të shtani gjithmonë sipas dëshirës dhe shijeve të juaja. Tani vazhdojmë në pjekje në 250 gradë për 25 deri në 30 minuta, gjithmonë duke i kontrolluar.
Miqtosh miq, mantijat janë gati sa për i të larguar nga fura dhe edhe pat ftofen dhe është që ti demonstroj juve edhe nga ofër se si na kanë dalë mantijat.